kundërshtove rivalëve politik, ish opozitës, po ju duhet, me zhblloku, me ecë për para. Po, Albini o kolegë s'po do, nuk për i duhet Albinit. Ju qitu s'pe analizoni atje. Albini ka kohën e dyja sepse është në pole position. Apo, do mund me bëj gare me shtetin. Ja, nuk është të bëj gare, është ja zbut pak kërkesat e parësyshme. Ti menon që në shtet bëhet hajgare, apo? Ti po mendon ashtu. Po ti tha kohën e botës. Jo, unë e di zotit unë e di që shqiptarët e kanë kohën e botës, prandaj jemi ku jemi, me kombi maj bonu në botë. Zoti Shala, si kur të kishin qenë, sa ajo është taku me minoritetin një serb, është taku, madje dhe publikisht edhe u takua me këtë. Si kur të kishin pas kërkesa ma normale ata zotri, 3 votat e nismës prej fillimit u dije që ishin, sot ishte kry edhe kuvendi, ishte konstituu, edhe kështu pas qeveri. Qka s'është normale dhe në? Jo, më dëgja. Të kërkesë të tyne. Po kërkesat e në po kësi jep, sepse ka morë 28 deputet i ka morë. Po qka s'është normale të 28 deputet, dhe saj me 3 deputet, këshyr Jakop gjysën e qeveris, atër në falë, po të qka nuk shkan. Dhe krejt me të drejt, zoti Kurti, mundet me nasun zjedhe me thonë qytetarëve, unë nuk jam si ata tjertë, për shta se sa me ata tjertë, për kire vëtu këtë shumë, orët në një fitilin, në zjedhe qërshorit, mune zoti Kurti me na qunë zjedhje. Duhet prapë konsenzus me partitë opozitore me na qunë zjedhje, sepse presidentja vendohet zotni. Nuk mune zoti Kurti me bo qka në këtë vend. Okej, s'kemi ma kohë. Ka zoni popullit të Kosovës që zoti Kurti s'mun me bo qka do në këtë vend. S'kemi kohë, po do t'i adresojmë edhe këtë leksioni se keni mësu alo. E do t'i adresojmë edhe çështjen e zgjedhjeve. Muzafer Avdyli, shikuesi i parë që bën pyetje, do të përshëndet e kushtrim të nderuar panelist, ju përshëndet gjithëve. Zoti Avdyli. Një pyetje për zotin Kryeziu, thotë deri në sa seanca duhet të dështoj kuvendi në këtë rast nëse nuk zgjidhet kryetari i kuvendit. Pas sa seancave nëse nuk ka zgjidhje duhet shkohet në zgjedhje konkretisht. Kushtetuta nuk e parashe, as rregulloria e parlamentit nuk e parashe, vetëm e parashe që çdo 48 orë duhet të vazhdoj seanca. Seanca është kjo një seancë me shumë takime. Përfundon kur zgjedhet kryetari i parlamentit. Edhe pas sa seancave nëse nuk ka zgjidhje në fakt, duhet shkohet në zgjedhje? Nuk ka, domethënë, nuk ka mekanizëm për zgjedhje. Zgjedhje shkojmë fryma zoti Kryeziu. Fryma kushtetutës thotë kohë e arsyeshme. Fryma njerëzore, është e njerëzore. Jo son njerëzore, kushtetuese. Vetëm pak. Dëgjom. Jo njerëzore, kushtetuese. Fryma hot në kohë të arsyeshme. Po, dhe kushtetutën e hartoi njerëz. Tash, do të thonë, shkojmë na kështu. Kur konstituohet parlamenti. Konstituohet parlamenti. Qëtësia lil. Kur konstituohet parlamenti, atëhere, 15 ditë, do e nxjerrësh nga ora Halilin se kishte momenti. Shihet që i prova do të mund gjithë janë për ju. Kishte vojë edhe mu do të mësit për ju. Paramendoj e shtine me shpërthy dhe provë. Po s'ka imë të jekna. Do të thonë, mandatari, nëse se banë qeverinë mbrana 15 dite, shkojmë edhe 10 herë. Nëse ju, atëherë shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme për 40 ditë, presidentja dhe më dhe shpo zgjedhje për 40 ditë, 10 ditë është fushata. Në mënyrë kumulative, prej momentit kur nominohet mandatari, duhet me kalu gjatë 10 ditë dhe nëse nuk zgjedhet institucion shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme. Po kjo zgjidh zoti Kryeziu. Po qeveria e dim, këtë një Kosovë që lexon kushtetutshmëri e ligj e din. Për situatën ku jemi sot nuk po dihet. Nuk ka afate. Jo po. Pse pe Mohanti më tha, unë thash kushtetuese, fryma e kushtetutës Kosovës o koha e arsyeshme, ti tha jo njerëzore. Kush arsyeshme? Arsyeshme është njerëzorja. Ja. Jo domosdoshmërisht. Ka dhe qanje më inteligjente menoj unë. Se njerëz. Se njerëz. Qërë, ko universe paralele. Që debat s'pesho kërkon nështë në debatet tjera. Po tash shumë. Jo tani, po a mund të intervenoj presidenti? Vetëm pak Halil, ta qartësojmë një gjë se Muzaferi kërkon përgjigje. A mund të intervenoj presidentja? Kur e sheh situatën që është ngërç, që nuk zgjidhet 48 orë pas. Nuk është shumë e sqaruar, është në 113.5 e Kushtetutës së Republikës Kosovës. Nëse presidentja e sheh e konsideron se ka shkelje që nuk po krijohet institucioni parlamentit, ka detyrë dhe të drejtë me kërku një kërkesë në gjykatën kushtetuese. Kjo është sa. Okej.
Ilir Venhari, pyetje